Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV. Edhe pse sot në këtë ditë të diel, unë e di që ju keni preferuar tashmë të dilni, por sot edhe vendoset e drejta e shqiptarëve në Shqipëri. Sot kemi votimet, fitoft më i miri, po shqiptarët e di që po votojnë dhe do të kisha dërguar një apel drejt të gjithëve, votoni sa më shumë sepse vota juaj vërtet ka vlerë. Ndonjëherë na duket që të mos votojmë është zgjidhja më e mirë, por jo. Vota ka vlerë dhe ne duhet të shprehim mundësinë tonë edhe pse kemi një herë në 4 ose në 2 vite, varet se si na vi. Tash dua të kaloj pak tek Gjesti. Gjesti natën e mbrëmshme ka performuar përsëri në Vjenë. Domethënë 2 koncerte, një pas një, njërin e kishte në Linz, më pas tjetrën e kishte në Vjenë. Unë e pata thënë një ditë më parë që ambienti ku Gjesti do të performon në Vjenë krahasuar me atë në Linz është ambient më i madh. Domethënë është ambient më i gjerë, është ambient me më shumë kapacitet, edhe do të ketë më shumë shqiptar krahasuar me ambientin ku Gjesti performoi apo klubin ku Gjesti performoi në Linz. Ishte një klub më i vogël, me më pak ambient, me më pak shqiptar, por me njerëz të cilët me dashuri të pastër, me dashuri të sinqertë, me zemër të bardhë, kishin shkuar për të ndjekur Gjestin dhe këngët e tij dhe hitet e tij, por njëkohësisht edhe për ta parë atmosferën dhe Gjestin live. Natën e mbrëmshme në Instagramin e tij, Anaidi, ish banori Big Brotherit dhe një mik i afërt i Gjestit, apo le të themi edhe një tip menaxheri, le ta quajmë, i Gjestit, në performancën e Gjestit në Vjenë në Austri, për të respektuar të gjithë shqiptarët të cilët me dashurinë më të madhe duan të dinë se çfarë po ndodh me Gjestin, duan të dinë se si po shkojnë koncertet e Gjestit, duan të dinë se si janë mbrëmjet e Gjestit. Anaidi u kyç live gjatë gjithë performancës së Gjestit. Gjesti u ngjit në skenë në orën 3 të mëngjesit, do me thënë shqiptarët me padurime kanë pritur deri në orën 3, mbrëmja ka vazhduar deri në orën 5, pothuajse të gjithë derisa janë larguar. Numri ishte shumë i madh i shqiptarëve të Austrisë, të Vjenës, konkretisht edhe të zonave përreth të cilët kishin shkuar të ndjekin Gjestin nga afër, do me thënë për ato të cilët jetojnë në mërgime din shumë bukur se sa është do të thënë se sa respekt është të shkosh në një mbrëmje dhe të ndjekësh një këngëtar duke e ditur nga angazhimet e shumta, nga oraret e punës se si i kanë, sepse atje fillon jeta që në orën 5 në mëngjes shqiptarët zgjohen për të kryer terminet e tyre dhe më pas për të vazhduar në për punë, dhe pa hezitim fare kishin shkuar për të takuar Gjestin, si shkuar për të ndjekur Gjestin. Gjesti dukej shumë atmosferik, Gjesti dukej shumë i gjallë, do me thënë pa marrë parasysh që është lodhje për të, pa gjumësi, udhtime, ka patur shumë angazhime edhe në Shqipëri, shumë projekte, do me thënë pas 7 muajsh izolim tashmë në dalje, normalisht Gjestit i duhet edhe 7 muaj për të marrë veten, për të rikthyer në atë Gjestin që ne ndoshta kemi parë para se Gjesti do të futej në Big Brother, nuk është e njëjta gjë. Normalisht edhe Gjesti është akoma si në ëndër dhe ka shumë të vështirë për të menaxhuar të gjithë këtë famën të madhe që ka marrë, sepse është ky kombinimi që Gjesti akoma nuk e arrit dot mes modestisë të madhe të tij që ka, mes njeriu të modest që ka qenë, sepse nga një njeri modest duke u bazuar që Gjesti nuk është se ka patur ndonjë ngjitje artistike apo ndonjë karrierë të madhe para se do të futej në Big Brother, bëhet fjalë për disa këngë shumë të vogla, disa këngë shumë të thjeshta që Gjesti i ka patur në jetën e tij, do me thënë ka nxjerr 6-7 këngë me videoklipe dhe më pas i erdhi fati që të futet në Big Brother, ku edhe do të ndiqte karrierën e tij, do me thënë u fut për të vetmin qëllim që të ngjitet në këto skena, me besimin në Zot. Zoti ja dëgjoi lutjen dhe besoj që nëse duam të arrijmë diçka në jetë, duhet i lutemi Zotit çdo ditë. Zoti do njerëzit të cilët i luten në 24/7 i luten non stop për të arritur qëllimet e tyre, dhe Gjesti në fakt e arriti këtë qëllim. Shqiptarët ishin shumë entuziastë, do me thënë ajo që unë vërej në për koncertet e Gjestit më duhet ta them, nuk janë entuziastë të vallëzojnë, të kremtojnë, sa janë entuziastë, do me thënë ta xhirojnë Gjestin edhe ta shohin se si duke Gjesti, çfarë bën Gjesti në skenë.
Ato që unë e kam thënë gjithmonë, në shqiptarët tek Gjesti nuk e vlerësuan inteligjencën, zgjuarsinë e tij, sepse Gjesti në Big Brother hyri me strategji dhe kishte një strategji të vetën, ku gjatë gjithë kohës në momentin kur ndodhnin ca debate që përmendeshin familjar, përmendeshin njerëz të afërt të Gjestit, Gjesti thonte që e keni me qëllim këtë gjë, e keni me të vërtetë të gjë, ne këtu jemi brenda një loje. Domethënë kur jemi brenda një loje, Gjesti kishte krijuar një strategji, një figurën të tij që e jepte në Big Brother dhe po të shikoni me detaje të gjitha videot, të gjitha live-et që Anajdi, organizatorët e mbrëmjeve futen nëpër Instagramet e tyre për të sjellur pranë publikut mbrëmjen se ku performon Gjesti, të gjithë shqiptarët janë të shokuar dhe janë të pozicionuar në drejtimin duke parë Gjestin dhe duke ndjekur çdo lëvizje të tij. Domethënë, u pëlqen Gjesti me gjestet e veta. Dhe kjo është arsyeja që u vlerësua, domethënë Gjesti për gjestet dhe jo më kot e ka emrin Gjest. Nga që edhe nëpër videoklipe që ka bërë më herët, edhe nëpër ngjitjet skenike që ka patur më herët, Gjesti është vlerësuar për gjestet e tij. Mbrëm ka qenë e stërmbushur me shqiptar, domethënë diskoteka ishte e ndarë në dy pjesë, ka patur pjesën e poshtme që ishte plot dhe ka patur pjesën e balkonit lart që ishte i stërmbushur. Domethënë numri ka qenë shumë i madh, që në orën 8 të darkës kam patur një fotografi që ma sollën shqiptarët, të cilët dua t'i falenderoj për të gjithë atë përkushtimin e tyre që duan të më sjellin lajme pafund dhe më shkruajnë nëpër TikTok, nëpër Facebook, nëpër Instagram, duke më sjellur lloj-lloj video të ndryshme nga evenimente, nga festa, që unë t'ua sjell ju për t'ju informuar. Domethënë priteshte një kolonë gjatë për të hyrë në këtë diskotekën. Atmosfera ishte në kulminacion, se po të mos ketë atmosferë, po të mos ketë kureshti nga shqiptarët, po të jetë Gjesti dështuar, me patjetër që organizatorët nuk do ta marrin në përmbrëmje, sepse në fund të ditës shqiptarët vërtet duan ta shohin Gjestin, Gjesti ngjitet në skenë, por organizatorët të cilët i organizojnë këtë mbrëmje, ato e kanë interesin personal, ato duan të fitojnë nga kjo gjë. Dhe në qoftë se Gjesti do të ishte një këngëtar i dështuar, në shumicën e rasteve siç thuhet nëpër disa media që kam dëgjuar që Gjesti ka dështuar nëpër koncertet e tij, Gjesti nuk do të ishte i ftuar. Vetë numri, vetë prezenca e shqiptarëve në këto ditë të qoftë, edhe kur tashmë jeta ka ardhur shumë e shtrenjtë, kur pagesat mujore janë bërë goxha të larta, shqiptarët nuk ndalojnë nga kureshtja e madhe për të takuar dhe për të vizituar Gjestin në koncertin e tij. Nëse do të bazohemi tek SKP-ja, Gjesti domethënë ballafaqohet me dy ngjarje. Ballafaqohet me këtë dashurinë e madhe të publikut dhe akoma i duket e paimagjinueshme Gjestit fama që ka ndërtuar, domethënë imazhi që Gjesti ka ndërtuar, dhe në anën tjetër domethënë Gjesti ndeshet edhe me atmosferën të cilën dëshiron ta krijon në këtë skenë, ku edhe energjia, por edhe temperatura brenda në diskotekë, më besoni, është shumë e lartë, por Gjesti nuk ndalon së vepruari, së dhënuri atmosferë. Kjo ishte mbrëmja që Gjesti kishte natën e mbrëmshme në Austri. Tani do të vazhdojmë të ndjekim të gjitha mbrëmjet e tjera që Gjesti i ka nëpër Europë, që në fakt janë deri më datën 30 maj janë goxha shumë.